A e dini që këtë Funko Popin me çfarë është kjo? Me Dragon Ballin, edhe këtë tastirën, edhe gjithashtu ku ti lej këto. Dhe gjithashtu këto kufjet nga JBL, edhe këtë vitatorin ka super shumë gjona plak, edhe këtë metrin që është dhe manual, por është dhe me lazer. Gjitha këto i ka marrë ke Temu. Edhe mund t'i merrni dhe ju nëse përdorni kodin tim 0 lek, 0 pound, 0 çdo lloj valute 0 plak. Me 0 pound mund të merrni këto produktet që ju tregova. Si ta bëni kët, do hyni ke Temu, aty do shkruani kodin tim edhe kaq, ishte lehtë fare. Le t'ju tregoj çik për produktet. Si fillimisht kena kët Funko Popin, domethënë nuk e di a e dini se çfarë është Funko Popi, po është kjo këtë do e përdor për zbukurim ke dhoma ime, pra jam duke rregulluar krejt dhomën time. Kena kët vitatorin siç u thash, dalse do e hapim i çik. Do thoni si hapet kjo tash, thjesht e shtyp këtu edhe elvidatori me gjithë setin, me çdo lloj plus minus, shumëzim pjesëtim. Hexagon edhe gjitha. Te e ka marrë për tepisia, për shembull nëse du me ndru në gjë ku ta diun, do përdor këto normalisht. Kena kufjet e JBL-it, unë me këto i editoj video, domethënë këto ja vendos PC-s dhe është super, më mirë se ato kufjet e mëdha për mendimin tim. Kena marrë dhe këtë tastirën plak. Dali ta hapim. Domethënë unë e kam hapur se po ta shihni e kam grisja, kam dhirr racën. Shifeni në përfundim, kemi edhe këtë metrin që mat edhe në mënyrë tradicionale, mat edhe me lazer siç e shihni.